Gjesti, i ulur në një qoshe të heshtur, fillon të mendoj me zë të ulët, duke folur me veten e tij. Ai ndjen një ngarkesë të madhe emocionale që nuk po e lë rehat. Pse ndodh kjo me mua? Pse sa herë që e shikoj Eglin, ndjej diçka të fortë brenda vetes? E dua apo thjesht më pëlqen të luaj me të? Pyet ai veten, duke kaluar gishtërinjt në flokët e tij me nervozizëm. Ai merr një frymëmarrje të thellë dhe shikon përreth, duke u siguruar që askush nuk po e dëgjon. E vërteta është se kam ndjenja për të. Po, e pranoj. Por diçka më ndalon. Nuk e di çfarë është, por diçka më bllokon, më pengon të shkoj deri në fund me të. Mbase frika? Mbase krenaria ime e mallkuar? Vazhdon ai, duke përplasur duart me nervozizëm në gjunjë. Ai kujton të gjitha momentet që ka kaluar me Eglin, buzëqeshjet, debatet, lojrat, momentet e tensionit dhe ato të afërsisë. Ai kujton mënyrën se si ajo e shikon ndonjëherë, si të donte të depërtonte në shpirtin e tij, dhe kjo e frikson. Ajo më shen ndryshe nga të tjerët. Ajo ndjen diçka për mua, e di këtë. Por unë? A mund të jemi sinqert me të dhe me veten time? Pasi qëndron për pak kohë në heshtje, ai lëshon një pëshërtim të thellë dhe tund kokën. Jo. Nuk mund të lidhem me të. Apo ndoshta mundem. Por çfarë nëse pastaj gjithçka shkatërohet? Çfarë nëse ajo nuk është ajo që unë mendoj? Gjesti shikon larg, sikur po përpiqet të gjejë një përgjigje në ajër, por asgjë nuk duket e qartë. Ai e kupton që pavarësisht të gjithave, Egli nuk është një vajzë e zakonshme për të. Ajo ka arritur të ndikojë në ndjenjat e tij më shumë se sa ai është gati ta pranojë. Me një buzëqeshje të hidhur, ai pëshpërit, nuk e di çfarë po ndodh me mua, por diçka është e sigurt. Egli nuk më është e huaj. Dhe kjo më tremb më shumë se çdo gjë tjetër. Egli, e mbushur me nerva dhe zhgënjim, i afrohet Gjestit me një qëndrim të ashpër dhe një shikim të ftohtë. Ajo nuk e përmban më veten dhe vendos t'i thotë gjithçka që mendon, pa filtra dhe pa u përmbajtur. Ti je një ndyrësirë, Gjesti. Nuk ke asnjë ndjenjë, asnjë respekt për askënd. Vetëm luan me njerëzit dhe i përdor për qëllimet e tua, pastaj i hedh si të ishin të pavlerë. I thot ajo me një ton të lartë dhe të prerë, ndërsa fytyra e saj skuqet nga inati. Gjesti, i kapur disi në befasi nga sulmi i saj i drejt për drejt, fillimisht qesh me ironi, duke tundur kokën. Egli, seriozisht tani? Pse po shpërthen kështu? Vetëm sepse nuk po luaj sipas lojës tënde? Por Egli nuk e lë të përfundoj fjalinë. Kjo nuk është lojë, Gjesti. Kjo është mënyra jote e ulët për të manipuluar njerëzit. Ti më ke bërë të besoj se ishe ndryshe, por je thjesht një aktor i keq që nuk di të mbajë një maskë për shumë gjatë. Gjesti buzëqesh me përbuzje dhe e shikon drejtë në sy. Po mirë, Egli, më trego pak. A të detyroj njëri të besojë ndonjë gjë? Apo thjesht ti je aq naive sa bie në grackë gjithmonë? Këto fjalë acarohet akoma më shumë Eglin, e cila shtrëngon duart në grushta dhe e shikon me një përbuzje të hapur. Mbase kam gabuar që të kam besuar, por të paktën unë kam një zemër. Ti nuk ke asgjë. Je bosh, je i ftohtë dhe nuk të intereson askush përveç vetes tënde. Gjesti, ende i qetë, por me një shkëlqim sfidues në sy, përkulet pak drejt saj. E po mirë, Egli. Nëse unë jam kaq i keq, pse e ke kaq të vështirë të largohesh nga unë? Pse gjithmonë je këtu duke debatuar, duke kërkuar vëmendjen time? Egli hap gojen për të folur, por më pas ndalon. Nuk do ta pranoj se një pjesë e saj vazhdon të ndihet e tërhequr drejt tij, pavarësisht inatit dhe shgënjimit që ndjen. Ajo e shikon për një moment, pastaj thjesht rrotullohet dhe largohet me hapa të shpejtë, duke e lënë Gjestin pas me një buzëqeshje të lehtë dhe me vetbesimin e tij të pandryshuar. Rozana dhe Gerta përfshihen në një debat të ashpër, i cili fillon me tone të larta dhe shpejt kthehet në një përplasje të vërtet plot me fyerje dhe akuza. Ti je një manipulator e pa skrupull. I thot Rozana me nervozizëm, duke i hedhur një vështrim plot për çmim Gertës. Gjithmonë përpiqesh të futësh njerëzit në kurthe dhe pastaj bën sikur je viktim. Gerta, e tërbuar nga fjalët e Rozanës, nuk qëndron duar kryq,
Mos guxo të më quash manipulatore. Në fakt, nëse dikush është shtrik këtu, ajo je ti. Ti fut hundët kudo dhe nuk rri dot pa nxitur shere. Përgjigjet ajo me zë të lartë, duke bërë një hap përpara sikur do të përballej drejt për drejt me Rozanën. Situata bëhet gjithnjë më e tensionuar, ndërsa të dyja fillojnë të hedhin akuza të rënda kundër njëra tjetrës. Je një intrigante. Ti je aftë të mashtroni këdo, por jo mua. Vazhdon Rozana, ndërsa fytyra e saj bëhet e kuqe nga zemërimi. Gerta nuk e lë me kaq. Ajo qesh me ironi dhe tund kokën. Unë, mashtruese? Mos më bëj të qesh. Nëse ka dikë që luan lojë të ndyrë këtu, ajo je ti, Rozan. Të gjithë e din që nuk ke skrupuj dhe je gati të shkelësh këdo për të dalë në krye. Tensioni midis tyre rritet gjithnjë e më shumë, ndërsa të dyja shkëmbejnë shikime të ashpra dhe fjalë të rënda. Banorët e tjerë fillojnë të vëzhgojnë debatin me kureshtje, disa duke u përpjekur t'i ndajnë, e disa të tjerë duke pritur të shohin se si do të përfundojë ky konflikt shpërthyes. Gjesti, me një shikim sfidues dhe një buzëqeshje ironike në fytyrë, i afrohet Eglit me një qëndrim të sigurt dhe provokues. Atmosfera midis tyre është e tensionuar, dhe të gjithë në dhomë ndjejnë energjinë e rëndë që po qarkullon midis tyre. Pa u menduar 2 herë, Gjesti, në një veprim të papritur dhe plot përbuzje, i bështyn në fytyrë. Një moment heshtje bie mbi dhomë. Të gjithë mbeten të shtangur, duke mos besuar atë që sapo pan. Egli ngrin në vend dhe për një çast duket sikur po përpiqet të përpunojë atë që ndodhi. Ajo nuk lëviz, nuk fshin fytyrën, nuk reagon menjëherë. Një shikim i ftohtë dhe i thellë mbulon sytë e saj, ndërsa ajo e fikson Gjestin me një vështrim të fortë dhe të pathyeshëm. Kjo është gjithë çfarë mund të bësh, thot ajo me një zë të ulët, por të mbushur me sarkazëm dhe përçmim. Gjesti, që ndoshta priste një reagim më të madh nga ajo, qesh me një ironi të lehtë dhe ngrit supët sikur të mos i interesonte. Më vjen keq, nuk e mbajta dot veten, thot ai, duke u përpjekur të ruajë qëndrimin e tij sfidues. Egli, pa e fshirë ende fytyrën, qëndron e qetë dhe e patundur. Ajo nuk do t'i jap kënaqësinë që ai kërkon. Nuk do ta bëjë skenën që ai ndoshta e pret. Në vend të kësaj, ajo merr një frym të thellë dhe me një buzëqeshje të ftohtë, i afrohet edhe më shumë. Ke mbaruar, Gjesti. Me këtë veprim, tregove kush je vërtet, i thot ajo me një ton të qetë, por të mbushur me përçmim. Ndërkohë, banorët përreth fillojnë të pëshpëritin dhe të komentojnë atë që sapo ndodhi. Disa janë të shokuar, të tjerët duken sikur po shijojnë dramën, ndërsa disa të tjerë mezi i presin të shohin se çfarë do të ndodhë më pas. Gjesti e ndjen që situata nuk po shkon ashtu siç ai dëshironte. Ai priste një shpërthim, një dramë më të madhe, por Egli refuzon t'i jap atë kënaqësi. Në vend të kësaj, ajo qëndron aty, krenare, e patundur, duke treguar se ai nuk mund ta thyej dot. Dhe kjo, më shumë se çdo fjalë apo reagim i saj, është ajo që e acaron më shumë Gjestin. Jozi, i acaruar dhe me nervat në limit, afrohet me hapa të shpejt drejt Eglit, i cili qëndron përballë tij me një shikim sfidues. Atmosfera bëhet gjithnjë e më e rëndë dhe të gjithë në dhomë ndjejnë tensionin që po rritet mes tyre. Ti je një vajzë e pander, një njeri i ulët që nuk di të mbaj as respekt për veten. Shpërthen Jozi me një ton të lartë dhe plot zemërim. Egli e shikon atë me një buzëqeshje të ftohtë, por në sytë e saj shihet qartë se fjalët e tij nuk i kanë kaluar pa lënë gjurmë. Ajo përpiqet të ruajë qetësinë, por duart i shtrëngohen fort. Mos fol pa menduar, Jozi. Se ti je i fundit që mund të më japësh leksione për nderin dhe respektin, i përgjigjet ajo, duke e shikuar drejt në sy, me një ton të qetë, por të prerë. Jozi qesh me ironi dhe tund kokën. Unë të paktën nuk shes veten për vëmendje. Nuk i afrohem njerëzve vetëm kur më leverdis dhe nuk tradhtoj ata që më kanë mbështetur. Fjalët e tij bien si thik në ajër. Banorët përreth i ndjekin me interes të madh, disa të tronditur, disa të argëtuar nga skena e tensionuar. Egli bëhet akoma më e ashpër. Ti je ai që flet pas shpine, ai që manipulon dhe bën lojra të pista. Nuk ke as pak të drejtë të më gjykosh mua, kur vetë je i zhytur në mashtrime.
Jozi e shikon me një shikim të mbredh, sikur të kërkonte fjalët e duhura për t'ia kthyer, por Egli nuk ndalet. Ajo afrohet edhe më shumë, duke e bërë debatit edhe më të fortë. Ti e di shumë mirë që nuk mund të më thyesh. Nuk mund të më poshtërosh, sado që përpiqesh. Mos haro, unë nuk jam si ata që i manipulon lehtë. Në atë moment, dhoma mbushet me një heshtje të rëndë. Të gjithë janë në pritje të lëvizjes së radhës. Jozi duket sikur do të shpërthej përsëri, por në vend të kësaj, ai vetëm e shikon Eglin me inat, pastaj largohet duke tundur kokën, si për të treguar se nuk ia vlen të vazhdojë më tej. Egli qëndron në këmbë, e palëkundur, ndërsa fytyra e saj është një përzierje emocionesh të forta. Pavarësisht gjithçkaje, ajo e di se kjo përballje nuk ka mbaruar ende. Gjesti dhe Jozi përplasen në një debat të tensionuar, ku tonet e zërave të tyre rriten dhe atmosfera bëhet gjithnjëherë më elektrizuese. Gjesti, me një buzëqeshje ironike në fytyrë, e shikon Jozin drejt në sy dhe tund kokën me përbuzje. Ore, ti vërtet mendon se ke ndonjë lloj zgjuarësie? I thot ai, duke qeshur me ironi. Jozi, ti je një trap i vërtet. Nuk logjikon fare, vetëm flet kod dhe përpiqesh të dukesh i rëndësishëm. Jozi ngryz vetullat dhe i afrohet Gjestit, duke e parë me një shikim të ngurtë. Shiko se me kë flet, Gjesti. Mos kujto se mund të më tallësh mua si të duash. Por Gjesti nuk tërhiqet. Përkundrazi, ai qesh edhe më fort, duke e bërë debatin akoma më provokues. Seriozisht, Jozi? Ti mendon se po më frikson? Unë vetëm po them të vërtetën. Ti ecën përpara, por pa e ditur fare se nga po shkon. Nuk mendon, nuk analizon, thjesht flet pa pushim. Jozi shtrëngon nofullat dhe duket sikur do të shpërthejë. Ti je një provokator i lodhur, Gjesti. Vetëm flet pas shpine dhe përpiqesh të ulësh të tjerët, sepse ke frikë të përballesh me ta si burr. Gjesti tund kokën dhe vazhdon me ironinë e tij. Ah Jozi, po të kishe edhe pak tru, do kuptoje që unë nuk kam nevojë të ul askën. Ti e bën vetë këtë punë për veten tënde. Unë vetëm sa e them me zë të lartë. Në këtë moment, disa banorë të tjerë që ndodhen aty nisin të qeshin me fjalët e Gjestit, gjë që e bën Jozin të skuqet nga nervat. Ai shtrëngon grushtat, por përpiqet të përmbahet, duke mos dashur të japë më shumë kënaqësi Gjestit. Gjesti, duke parë se e ka nervozuar, e përfundon me një goditje të fundit. Hajde, mos u mërzit, Jozi. Ti je një djalë i mirë thjesht pa tru. Thot ai duke qeshur, ndërsa largohet me një pamje fitimtare. Jozi mbetet aty, duke vluar nga inati, por pa mundur të gjejë fjalët e duhura për t'ia kthyer. Kjo betejë fjalësh i përket Gjestit të paktën për momentin. Gjesti, me një buzëqeshje të fshehtë, afrohet pranë Loredanës dhe pa hezitim e përqafon fort në mes të dhomës, aty ku të gjithë mund t'i shohin, përfshirë edhe Jozin. Loredana nuk nguron t'ia kthej përqafimin me një buzëqeshje provokuese, duke e bërë skenën edhe më të dukshme dhe të qëllimshme. Nga ana tjetër, Jozi, i ulur në një cep të dhomës, i ndjek me sy çdo lëvizje të tyre. Fillimisht përpiqet të duket sikur nuk i intereson, por duart e tij shtrëngojnë në vetëdijshëm krahët e karriges dhe nofulla i forcohet. Ai mundohet ta fshehë xhelozin, por vështrimi i tij i ftohtë dhe i ngulur drejt Gjestit e tradhton. Çfarë po ndodh këtu? Thot ai me një zë të ulët, por të tendosur, sikur po flet me veten. Loredana, që e kupton menjëherë efektin që po ka ky veprim mbi Jozin, buzëqesh dhe e ngjesh edhe më shumë trupin e saj pas Gjestit. Gjesti është shumë i dashur sot, thot ajo me një ton lozonjar, duke e ditur se këto fjalë vetëm sa do të acaronin më shumë Jozin. Gjesti, që e ka kuptuar lojën e Loredanës dhe efektin që po krijohet, vendos ta çojë edhe më tej provokimin. Ai e përqafon edhe më fort dhe e shikon drejt në sy Jozin, duke ngritur vetullat në një mënyrë sfiduese. Po, e vërtet. Loredana e meriton pak vëmendje të veçantë sot, thot ai me një buzëqeshje të lehtë, ndërsa me njërën dorë i përkëdhel lehtë shpatullën. Jozi merr frym thellë dhe mundohet të mos reagojë, por sytë e tij tashmë janë mbushur me një shkëlqim të ftohtë. Ai dëshiron të shpërthejë, por e di që nëse e bën, do të duket sikur po pranon që po ndikohet nga kjo skenë.
Bëni që të doni, thot ai në fund, duke u ngritur në këmbë dhe duke u larguar nga dhoma. Por edhe pse ai largohet, të gjithë e kuptojnë se truri i tij ka marrë flak dhe se kjo lojë e vogël mes Gjestit dhe Loredanës ka arritur efektin e dëshiruar. Loredana, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shkëlqim ngacmues në sy, i afrohet Gjestit ngadalë, duke e vëzhguar reagimin e Jozit nga cepi i dhomës. Ajo e di mirë që ky veprim do ta tensionojë situatën, por pikërisht këtë synon. Gjesti, më ke munguar sot, i thot ajo me një zë të ëmbël, ndërsa e përqafon papritur fort, duke e mbështetur kokën në supin e tij. Gjesti e shikon me habi për një moment, por pastaj, duke kuptuar lojën e saj, vendos të mos e prish skenën. Ai buzëqesh dhe ja kthen përqafimin butësisht, ndërkohë që shikon drejt Jozit, i cili tashmë është ulur, me nofullat të shtrënguara dhe me një vështrim të mprehtë. Pas ka ndryshuar klima këtu, thot Jozi me ironi, duke kryqëzuar duart dhe duke u munduar të mos e tregoj nervozizmin e tij. Loredana, sikur të mos kishte dëgjuar fare, vazhdon të qëndroj pranë Gjestit, madje vendos dorën mbi gjoksin e tij dhe qesh bull. Po, klima është shumë më e ngrohtë këtu pranë Gjestit, thot ajo me qëllim, duke e ditur që kjo fjali do të ndezë më shumë xhelozinë e Jozit. Gjesti, duke parë reagimin e Jozit, e mbështet lojën e Loredanës dhe i afrohet edhe më shumë, duke e vendosur dorën rreth belit të saj. Duket se dikush po bëhet xheloz, thot ai me një buzëqeshje provokuese, duke e parë drejt në sy Jozin. Jozi shtrëngon nofullën dhe më në fund ja kthen, Loredana, nuk ke pse bën këto skena për vëmendje. Dihet që loja jote është thjesht për të macaruar. Por Loredana thjesht qesh dhe shtrëngon krahun e Gjestit edhe më shumë. Oh, Jozi, e di që s'po më mbjeton dot pa vëmendje, por ndonjëherë është mirë të dish kur të tërhiqesh, thot ajo me një buzëqeshje ngacmuese. Situata mes tyre sa vjen e bëhet më e tensionuar, ndërsa Gjesti vazhdon të mbaj lojën e Loredanës, duke parë se si Jozi përpiqet të ruajë qetësinë, por në sy i lexohet qartë që nuk i pëlqen as pak ajo që po ndodh. Egli, me një shikim serioz dhe ton të prerë, i drejtohet Gjestit ndërsa ata të dy qëndrojnë vetëm në një cep të shtëpisë. Ajo e vështron drejt në sy, duke e bërë të kuptojë se po flet me gjithë sinqeritetin e saj. Dëgjo, Gjesti, i thot ajo, duke marrë frym thellë. Ti ndonjëherë nuk e kupton se çfarë ke pranë. Unë nuk jam si vajzat e tjera, unë nuk jam thjesht një kalim kohe për ty nëse dikush si unë të ka qëndruar pranë gjithë këto kohë, duhet ta çmosh këtë gjë. Gjesti, i befasuar nga fjalët e saj, e shikon për disa sekonda pa folur. Pastaj, duke buzëqeshur paksa me ironi, i përgjigjet, Egli, ti e di që unë të vlerësoj, por pse gjithë kjo dramë? Nuk jemi në një telenovel. Egli shtrëngon nofullat dhe tund kokën me zhgënjim. Kjo nuk është dramë, Gjesti. Është realitet. Ti duhet të kishe nderin dhe respektin që të kesh një vajzë si unë në krah, por e humb gjithmonë këtë mundësi duke u sjellë si një fëmijë i papjekur. Gjesti e vështron, duke u përpjekur të mos tregojë se fjalët e saj e kanë prekur. Ai afrohet pak dhe me një zë më të butë i thotë, Egli, unë të vlerësoj më shumë se ç'mendon ti, thjesht ndonjëherë nuk e di si ta tregoj. Egli tund kokën dhe psheretin, ende e pavendosur nëse mund ta besoj atë. Do doja që ta dëshmoje këtë me veprime, jo vetëm me fjalë. Sepse unë nuk do jem këtu për të pritur për gjithmonë. Pastaj, pa thënë më asnjë fjalë, largohet duke e lënë Gjestin të menduar pas saj. Gjesti, me një buzëqeshje të lehtë dhe një shikim sfidues, i afrohet Eglit, e cila po rri e ulur duke u menduar. Ai e vëren me vëmendje dhe, me ton ironik, i thot, Egli, hajde mos na e shit mendjen tani. Ti e di shumë mirë që unë nuk i ha këto lojrat e tua. Më mirë lëri këto gjëra, se nuk më bin dot me këto filma që bën. Egli, e nervozuar nga qëndrimi i tij, kthen kokën dhe e shikon me sy të ngushtuar. Cilat lojra, Gjesti? Unë nuk luaj me askën. Ti je ai që gjithmonë mundohesh të më provokosh. Gjesti qesh dhe tund kokën. Unë të provokoj? Hajde se na mbushe mendjen. Po ti ke luajtur kaq herë këtë lojë që tashmë e di si përfundon. Prandaj, mos u mundo kot se unë nuk bie më në këto gjëra. Egli e shikon me nervozizëm dhe kap duart në bel. Pse gjithmonë mendon se unë po bëj ndonjë strategji?
Unë nuk kam nevojë për lojra, unë jam e qartë me ndjenjat e mia, ti je ai që gjithmonë nuk di çfarë do. Gjesti e vështron për një moment në heshtje dhe pastaj afrohet edhe më shumë, duke i folur me zë të ulët, sikur të donte ta sfidonte edhe më shumë. Nëse je kaq e qartë, atëherë pse sillet gjithmonë si një film dramatik çdo gjë që bën? Relaksohu pak, Egli. Nuk të shkon të bësh kaq shumë drama. Egli pshërtin e lodhur dhe tund kokën. Më mirë largohu, Gjesti. Nëse mendon se unë po bëj filma, atëherë mos shiko. Ajo kthehet dhe largohet me hap të shpejtë, ndërsa Gjesti e ndjek me sy, duke buzëqeshur lehtë, i kënaqur që sërish kishte arritur ta ngacmonte. Gjesti, me një buzëqeshje ngacmuese në fytyrë, i futet në dush Eglit pa paralajmërim. Egli, e befasuar, lëshon një britm të lehtë dhe e shikon me sy të hapur. Gjesti, çfarë po bën këtu? Thot ajo me nervozizëm, duke u përpjekur të largohet nga ai. Gjesti qesh me ironi dhe hedh ujin mbi të, duke e bërë situatën edhe më të sikletshme për Eglin. Pse kaq e tensionuar, Egli? Nuk është hera e parë që lahemi të dy, apo jo? Thot ai, duke qeshur dhe duke u afruar edhe më shumë. Egli, duke u përpjekur ta shtyjë me dorë, shfryn, nuk është punë tensioni, thjesht nuk ke asnjë respekt. Del që këtej. Por Gjesti nuk duket i shqetësuar. Ai vazhdon të lahet i qetë dhe i hedh një vështrim Eglit nga lart poshtë. Hërmëmë. Sot nuk dukesh dhe aq mirë. Je lodhur apo thjesht ke nevojë për më shumë kujdes për veten? Thot ai me një ton të lehtë ironik. Egli acarohet edhe më shumë dhe i kthen me nerva. Ti je i pakuptim. Vetëm çollashimi mua pa pushim. Nuk e kuptoj si nuk lodhesh duke u sjell kështu. Gjesti ngres supet dhe qesh, duke vazhduar lojën e tij provokuese. E po, dikush duhet ta mbaj humorin gjallë në këtë shtëpi, apo jo? Mos ma merr për keq, Egli, thjesht po argëtohem. Ajo pshërtin e zemëruar dhe, duke tundur kokën, largohet nga dushi, e lodhur nga sjellja e tij. Gjesti mbetet pas duke qeshur dhe duke e ndjekur me sy, i kënaqur nga fakti që e kishte acaruar edhe një herë tjetër.